Pranë vendit ku gjatë viteve të diktaturës komuniste u pushkatuan shumë intelektual dhe kundërshtar politik të regjimit, afër zallit të Kirit në Shkodër u zhvillua koncerti përkujtimor Tingujt e Kujtesës. Një aktivitet kushtuar muzikantëve shqiptar që u përndoqën, u burgosën dhe u privuan nga e drejta për të ushtruar talentin e tyre gjatë regjimit komunist. Në një hapësirë të ngarkuar me simbolika historike, muzika u shndërrua në një urë mes kujtesës dhe reflektimit, duke sjellë në vëmendje historinë e atyre artistëve që pavarësisht represionit dhe censurës, lanë gjurmë të pashlyeshme në kulturën shqiptare. Koncerti erdhi si një homazh për viktimat e komunizmit dhe si një thirrje për të mos harruar të kaluarën. Koncerti erdhi si një homazh për viktimat e komunizmit dhe si një thirrje për të mos harruar të kaluarën. Organizatorët zgjodhen që ky aktivitet të mbahej pikërisht në një vend kujtese, aty ku regjimi komunist ekzekutoi shumë kundërshtar politik, duke i dhënë aktivitetit një dimension të veçantë historik dhe njerëzor. Do thosha diçka të mrekullueshme, ndoshta që duhet me reflektu dhe me mendu gjatë gjithë jetës gjithë secili prej nesh, sepse dikush mund të jetojnë shumë gjatë, por ajo që është më e rëndësishme është që ajo që mbetet për shumë gjatë, gjë të cilën këto autor, këto artist, edhe pse në një jetë shumë të vështirë kanë lënë gjëra të mrekullueshme. Materiali i parë që unë e kënova ishte një material që kur e kam pas ishte premier, për mu ishte shumë i ndjerë, e tregonte gjithë atë energjinë që ndoshta unë mund të ndjej. Koncerti u realizua në kuadër të projektit Bridges, forcimi i qëndrueshmërisë dhe frymëzimi i brezave të demokracisë, i mbështetur nga Bashkimi Evropian.